Cloud computing. Cloud computing është një mënyrë moderne e ofrimit të burimeve kompjuterike si servera, storage, databaza, rrjete dhe aplikacione, të gjitha këtu përmes internetit. Në vend që bizneset të blejnë pajisje fizike, ato përdorin cloud, ku gjithçka menaxhohet nga ofruesit si Amazon AWS, Google Cloud ose Microsoft Azure. Cloud ka disa karakteristika kryesore, si on-demand self-service, që merr burime me njëherë kur t'i dohen, pa pasur nevojë për teknikë njerëzore. Pastaj, broad network access të jap akses në çdo pajisje përmes internetit. E resource pooling i ndon serverat mes shumë përdoruesve. Rapid elasticity, që mundesh me rrit ose me zvoglu numrin e burimeve brenda sekondash, dhe measured service, që paguam vetëm atë sa përdor. Cloud funksionon në 3 nivele të ndryshme shërbimesh. Niveli i parë është infrastructure as a service, që t'jap servera virtual dhe fuqi hardverike për të ndërtuar sistemin tënd. Niveli i dytë, platform as a service, të jap një mjedis për zhvillim aplikacionesh. Dhe niveli i tretë është software as a service, që të jap aplikacione të gatshme për përdorim, si Gmail, Canva ose Netflix. Tash kemi me fol për distributed architecture ose arkitekturën e shpërndarë. Arkitektura e shpërndarë është kur komponentet e një sistemi janë në pajisje të ndryshme fizike, përpunojnë së bashku si një aplikacion i vetëm. Këtu, çdo pjesë funksionon në një server të veçantë dhe lidhet me pjesë tjera përmes rrjetit, zakonisht me API, mesazhe ose protokolle komunikimi. Por, çka lidhet cloud me arkitekturën e shpërndarë? Në fakt, cloud është vetë një arkitekturë e shpërndarë, sepse përdor shumë servera në vende të ndryshme që punojnë së bashku si një sistem i vetëm. Pra, për ta bërë këtë të mundur, cloud përdor disa mekanizma, siç janë virtualization, është program që ndon një server fizik në shumë servera virtual, hypervisor, krijon dhe i menaxhon këta servera virtual, microservices, i ndojnë aplikacionet në pjesë të vogla dhe të pavarura, load balancing, e shpërndajnë trafikun tek serverat më pak të ngarkuar, autoscaling, e rritin ose e ulin automatikisht numrin e serverave, fault tolerance, e lejojnë që një sistem të punojë edhe nëse një server dështon, distributed storage, i ruajnë të dhënat në shumë lokacione, dhe fundit visualization, që kontrollojnë performancën e të gjithë këtij sistemi në kohë reale. Faleminderit për vëmendje, shihemi herën tjetër.